Mbrëmja e kaluar në ndëroi spektakël, por gjithashtu edhe shumë surpriza. Disa skuadra në fakt e kanë komplikuar rrugën e tyre për qenë mes 8 më të mirëve, ndërkohë që shumë të tjerë kërkojnë që të kapen ende pas mundësisë të play-offit. Shumë pyetje do të marrin përgjigje në mbrëmjen e sotme, teksa do të luajnë dhe sfidat e tjera të javës së 7 që mund ta krijojnë një panoramë më të qartë për atë se çfarë na pret në javën e ardhshme. Në Turqi një përballje direkte luhet mes Galatasarayit dhe Atleticos së Madridit, ndërkohë që Karabakh pret Eintracht Frankfurt. Përshëndetje miq të tring, nga unë Eva Murati, ritakohemi si gjithmonë në UEFA Champions League, gati për këtë mbrëmje magjike Champions League, si gjithmonë me miqtë e mi, Erion Xhafa, mirëmbrëma, avokati Mihicka, mirëmbrëma. Momentin me njërë diskutimin me të ftuarit tanë në mbrëmjen e sotme, kemi vërtet shumë për të folur për një nga eventet më magjike në futbollin europian, siç është UEFA Champions League. Raha ese me njërë së bashku se duket sikur Istanbul gjithmonë ka patur përballje jashtëzakonisht shumë të ndezura, edhe sidomos duket sikur në mbrëmjen e sotme Galatasaray Atletico duhet të thënë në gjithë skuadra që për të vërtetën kanë një nerv më të lartë se sa një pjesë e madhe e ekipit. Patjetër, është një nga vendet e mira stadiumet që gjithmonë ka karakterizuar për pjesa e luftës sportive, gjithmonë pjesa e entuziazmit, pjesa e futbollit. Po sot i bashkangjitet edhe dy skuadra që janë me të vërtetë dy skuadra që në plan të parë kanë aspekte fizik të pjesën e luftës, të pjesën e entuziazmit, kështu që duke i bashkuar të dyja bashkë, besoj që sot presim një ndeshje. Pjesa e entuziazmit jetë fantastike, pastaj në cilësinë e gjëra, rëndësia e ndeshjes nuk e di atë tjetër nivel. Vërtet, avokat nuk e di, Atletico e Madridit për të vërtetën na ka treguar që nuk është nga ato skuadra që intimidohet nga atmosfera apo nga presioni i tifozëve, mbështetur edhe nga trajneri këtu i skuadrës Diego Simeone, që për të vërtetën ka një mentalitet të fortë, shumë luftarak kur bëhet fjalë për përballje të tilla. Një ky stadium është i veçantë. Është shumë i veçantë, tifozëria është shumë e veçantë. Mund të them për shembull që është një stadium që ku bëhen më shumë përjashtime nga rregullat në përgjithësi për sa i përket organizimit të Champions League, sepse është shumë e vështirë që të disiplinohet ajo tifozëri dhe ato sillet alla Simeone bën një gjë sonda të paktën të ketë lënë në Madrid, sepse stadiumi është pak i veçantë në këtë plan, tifozëria është pak e veçantë, kështu që uroj që ta kuptoj këtë gjë dhe mos ta provokoj këtë lloj stadiumi, sepse
gjithmonë kuptohet që ne duam garë sportive, por nuk duam atë eksesin. Disa sjellje që ai bën në këtë lloj. Që çuditërisht ndodh shpesh në këtë. Po pra, po në këtë lloj stadiumi është si më thënë, domethënë ajo do ishte vërtet zjarr që benzinë që do të hiqte zjarrit, kështu që uroj që mos ketë nga ato gjëra. Mendoj që ai e bën atje, ai nuk është Simone nuk është njëri jo inteligjent. Ai nuk e bën sepse ai e bën në momente të caktuara kur do që skuadrës të japë disa inpute, të japin çik moral, të japin çik energji më tepër. Ai është njëri inteligjent, nuk mendoj se do ketë probleme të kësaj natyre. Urojmë që jo, se duket sikur situata është tamam e rrezikshme. Është rrezikshme, stadiumi nuk është në mburje, po është vend që është vështirësi, është me shumë vështirësi disiplinore stadiumi i Galatasaray. Xhafa, Victor Osimhen praktikisht është asi në mend i skuadrës Galatasaray në futbollin të sotme. Besoj se mësuesin përsa ka përfunduar atë aventurën e tij në Kupën e Afrikës, duke sigur kthehet për të dhënë kontributin e tij tek skuadra e Galatasaray. Megjithatë, në anën tjetër edhe Atletico Madrid mbështetet goxha fort tek Julian Alvarez. Shko, të marrë me radhë, Osimhen është kthyer në momentin e futbollit, sepse është në vërtetë një lojtar që Galatasaray sot e ka të domosdoshëm. Ashtu që ka një nga rivalet direkte, sepse sot nuk duhet gabojë, sepse duhet vazhdoj pretendoj për të vazhduar më tej në qendër të tij. Osimhen është jo vetëm një lojtar që bën një refar të vetëm, por është një lojtar finalizues. Gjë që ditët e sotme është shumë e vështirë për të gjetur. Dhe unë besoj që Osimhen është luks për Galatasaray në këtë momente, për kapriçën, për natyrën si e ka, sepse në mendimin tim mund të ishte edhe në top 5 kampionatet më të forta, siç ka qenë tek Napoli, që bëri shumë mirë në Serie A, jashtëzakonisht mirë. Mund të ishte edhe në kampionate akoma më të forta se ai turk, por që për natyrën e tij sot Gallata ka luksin të ketë një lojtar si Osimhen. Pastaj për Alvarez, besoj se është e kohë të flasim, sepse është një lojtar që vit pas viti vazhdon, që në kohën e City, edhe pse nuk i gjen të hapësirë, arrinte ta thonte fjalën e tij, edhe me aq pak minuta sa mund kishte mundësi, duke pasur përpara një lojtar si Haaland, por që në momentin me Mourinho dhe Atletico Madridit, pa asnjëherë diskutim askush talentin e tij. Sot është një nga lojtarët më të mirë në rolin e tij, besoj në kohë. Ka vëkat, nuk e di çfarë mund të thuash në këtë përballje për fazën sulmuese gjithmonë duke patur parasysh që Julian Alvarez është edhe pak ajo pika jote e dobët në lidhje me karakteristikat që ka. Janë pak i anshëm në këtë krahasim. E po prandaj të pyet ato. Nuk është shmang dot ato dotës, nuk mendoj se është gabim të shmangë. Në fundit, jo, Osimhen është lojtar shumë mirë, po Alvarez është i veçantë në llojin e tij, sepse vërtet ndoshta nuk është i jashtëzakonshëm nga pikpamja fizike, siç mund të ketë cilësi fizike Osimhen, por inteligjenca futbollistike dhe teknika shumë e lartë që ka e bën një lojtar fizike. Lojtar që pushon në kuptimin, po nuk ka atletizmin e fortë që ka. Ky ka natyrale, ka domethënë ka një avantazh natyral. Po ai është vërtet, domethënë ai e kërkon lojën gjithmonë, ai është faktor edhe në fazën mbrojtëse, që Osimhen ndoshta në momente të caktuara kur nuk është në humor e lënë çik bazdore. Kështu që unë mbetëm tifoz i Julian Alvarezit, sidomos për një cilësi që unë kam shumë problem tek sulmuesit, që është goditja e portës, që është një cilësi shumë e veçantë, vetëm sulmuesit shumë të mëdhenj kanë dhe ai e ka nga çdo lloj pozicioni, ai është sulmues që i gjen portën, kështu që jam çik tifoz. E njanshëm, pak i. Më lejohet besoj. Patjetër, Xhafa, nuk e di taktikisht si e parashikon të ndeshjen. Mendoj që do të jetë një përballje e kujdesshme nga ana e dyja skuadrave, apo nuk e di, do kemi një ndonjë minutë të hapur. Shko, këto janë të dyja skuadra që e kërkojnë lojën e hapur, e kërkojnë përfundimin e kundërshtarit. Por fakti që janë të dyja skuadra agresive, janë të dyja skuadra ku aspekti fizik e vëm në përdorim pothuajse gjatë gjithë lojës, unë besoj që në momentin caktuar nuk do të jetë loja që e rrjedhshme, sepse do të ketë brenda shumë luftime, do të ketë ndeshje me tension me përtimin e luftimeve, me përtimin e nervozizmit brenda, sepse të dyja duan ta fitojnë sot për të qenë gjithmonë për të vazhduar për më tepër. Kështu që deri diku edhe pse janë skuadra që tentojnë luajnë hapur, e shikoj pak si të mbyllur jo në aspektin e dy skuadrave taktikisht, sesa në aspektin e luftimeve dhe do të ketë shumë ndërprerje në lojë. Kjo bën që të ngadalsoj disi në moment caktuar ritmi,
bëhet disi e mbyllur, duke pas që po skuadra për të rekuperuar pozicionet për mos qenë të hapura në momente caktuara. Kështu që luftimet do të jenë faktori që ndeshje më shumë se sa aspekti taktik për të mbyllur. Vërtet. Mirë, ne do shkëputemi në një hapësirë të shkurtër publicitare, mos të ndroni kanalin, ne rikthehemi pas pak në Tring në Champions League. Vetëm se Fustani në këtë karrigën është një kështu instrument torture. Dhe është instrument torture. Jo, po ngulen këto thumbat. Po se atë shumë sa ka të ato që si dojë zhërvarë në fejnë të janë bravo, në të pi. Se la mos ku qohet pasaj. Je gëzimje mesi. Je të unë ma shumë të tonë. Në të të shkecemi, jo, se flohu të mënosh. Ja da unë mendoj që këto janë ato paleta ime. Po, që. Sa do t'je para shumë të kremi? Ja, dje isha me... Sibër. Shu, të bërë në si. Në të si. Jo, po, ishe qka? Zez. Zez? Jem pak bërë një kabin që zë një bërë një geta të zezë, ase nëse ishte që të një gjumërore në banko. Ishte dhe një pak e shumë si një tonë. Po. Karabag dion që të mbaj gjallë shpresat për të qenë pjesë e fazës së play-off-ve, teksa sot do të pres në shtëpi një kundërshtar që të thënë vërtetën vjen me jo pak probleme siç është Eintracht Frankfurt. Nëse me njërë diskutimin sepse për thënë vërtetën shumë herë e kemi thënë që ndryshimi i trajnerit në mes të sezonit jo gjithmonë funksionon, e megjithatë duket sikur tek Frankfurt ka vendosur që ta marrin përsipër këtë risk, avokat. Jo, Eintrachti ndoshta kampionati që bëri vjetë ishte jashtë, ose ishte këtu është një sport që ishte për te mundësive, veta ishte një asisi, sepse qoftë në Bundesliga, qoftë në Champions League, si vjetë ka treguar shumë vërtetësi, shumë pasiguri. Ndoshta ishte edhe merkato që bëri që të gjithë lojtarët, po thjesht të gjithë lojtarët që ishte të rëndësishëm i largohet, që e tillë është si skuadrë, si kategori skuadre, por fakti është që ka shumë pikpyetje për të dhe tani në ato 4 pikpyetje që ka në këto 6 ndeshje, domethënë është këto 2 ndeshjet e fundit janë pjesëmarrje po themi teorike. Tani mendoj që do ta nderoj ndeshjen e sotme, në kuptimin që ose uroj që ta nderoj ndeshjen e sotme, sepse me siguri duam të shikojmë garë sportive, nuk duam të shikojmë skuadra që hyjnë në fush, si thua, për detyrimin që kanë nga kalendari. Megjithatë, situata ku ndodhet Eintrachti është një mundësi për Karabagun që Karabagu duke pasur 7 pikë dhe duke parë në ndeshjet e dieshme me një fitore të sotme domethënë shkon pothuajse në mesin e asaj teçes, asaj 16-ës që është për play-off. Ndërkohë kemi edhe tabelën, ja ku e kemi. Karabagu po të marrë edhe pikë shkon deri kuptohet që Barcelona do lozi sot, domethënë po edhe Marseilla do lozi sot, po Marseilla do lozi me Liverpoolin në Marseilla. I kanë sfida shumë herë më të vështira, e vërtetë. Kështu që me një 3 pikë të sotëm Karabagu merr një avantazh
shumë të madh, domethënë që po një skuadër si Karabaku, ideja që duhet play-offin e Championship në shkurt është një mundësi e jashtëzakonshme. Prandaj besoj do jetë shumë e vështirë për entrar. E vërtet. Gjava, nuk e di, kemi një panoramë të ndryshme për të vërtetë se Frankfurti që vjen në Champions me objektiva vërtet të mëdha dhe një skuadër si Karabaku që për të vërtetën nuk e di se sa do ta kishte ndërruar apo imagjinuar që do të ishte kaq pranë play-offit në Champions League. Shpro Frankfurti erdhi si rrjedhoi atij kampionatit të që bëri sezonin e kaluar. Po jam dakord me atë që thotë avokati. Pati largimet e lojtarëve kryesorë, dhe nuk është thjesht të vish pas edicionit të mirë, të erdhën lojtarë kryesorë, i cilët vish me kompeticionin më të vështirë që është Champions, duke përballur me skuadra shumë të forta. Dhe këtë gjë po e vuan realisht që nuk ka se është jashtëpritshmërive që Frankfurti mos ishte protagoniste, ndërsa për Karabakun, për i vërtetës, kërkon diçka të jashtëzakonshme, sot ka mundësinë që të paktën nuk e dim deri në fund si do shkojë, por të paktën që sot fiton është brenda 24 skuadrave që vazhdojnë për motej, që kanë të drejtë luajnë në play-offin, kështu që unë mendoj që në fillim të edicionit as kushte, dhe vetë ato do të kishin parashikuar që do të ishin në valli deri në këtë moment, duke pasur parasysh vështirësitë. Kështu që Karabaku është diçka të jashtëzakonshme. Karabaku është skuadër për vërtetë, nuk është skuadër. Jo, është me vërinë e saj, patjetër. Por që me të vërtetë po bën diçka historike, sepse nëse do ta arrijë atë që sot e ka mundësinë, besoj që ka arritur diçka historike. Faleminderit për komentet dhe analizën tuaj. Ne sigurisht do të rishihemi sërish në orën 20 për të diskutuar për çdo gjë që do të ndodhi në mbrëmjen e sotme e Champions. Kemi sigurisht takimet më të rëndësishme ato të mbrëmjes. Shikim të këndshëm. Cada vez que interior de que andava de novo no textil todo Ja, ta marrë vetëm këtë. Hajde. Jo, merre. M'japni pak dritat. Super. Po. Isha një moment të të shpirti. Të beton se se ngrejnë këtu. Jo, e di se ka. Më dhe kjo do të mullet në mish. Është komplet kështu, do në një shumë të dorë. Dhe me i kështë e ime, po thjesht se kisha unë njërë në këtë lojë si përfaqe. Ringo bëjmë, se bën kanë pjesë. E përballon me po jo të mëdha, është dhe fundit o pjesë, në është të daurën e gjitha, po më përbojë në gjithë ose në gjë. Famë që pjesë. Do më thonë, si po t'jesh tu, ekspozeje gjitha e kjo okej. Pa, ka kuptim, unë të rinë këmë të gjitha një ujës. Jo, të nga bimë. E ke dhe lëviz vetë. Po që të të më shumë? Po, Se zvish? pa tjetë si ti e moderatore, ti e dominu se Jo, tavolinë. e kuptoj, po a ka sens në këtë lloj tavoline, domethënë e kuptoj logjikën tënde, por këtë tavolinës nuk tavolina, po da përshëm, kam që tim tavolinën do ta kesh. Dhe më poshtë se kash nuk shkon tavolina, si bje pëse në ujë gjithë kom kryq. Shqipe vetë si ta me nosh, po për një më ti bjo si me në. E që doja gjeki këtë të këtë të Shqipe bëhe për mu, si ta me ndosh ti në qofë se e përdalo. Se dhe nuk prodheshëm në brojsh, po ajo e njëtë një uldur të kryon në një komoditeti që dhe ty vetë vënë E gjurë. di. Kurse kur jenë këmë, si të që ti, ose mund të lesh dhe për javë në fund, po the mund. Mua nuk është se s'më pëlqen si ide, me thënë vërtetën, se Ose tavolinë që thoti nuk ka tavolinë tjera do lesa. e di pra. Po jo, e kam fjalën tatë. Le, e di kot sa po flasin, po. Hoteja në indeson sot.
Yeah, I really need to close the live right now because I need to do some content and the photographer is waiting for me. So I really need to go. Mwah. Kisses. See you for the second part of the live at 8 o'clock.